الحمد لله رب العالمين يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Hamdë dhe falenderimet tonat për zemërta, ashtu që është dim ne dhe mbjate që dim ne, kështu i madh dhe i vogël në këtë gjuma kaq të begat, ja dërgojmë të madhit Allah Dhul Gjelal, sa jashtë i vetmi që meriton falenderim. Ai s'ka fillim, ai s'ka mbarim, ai është i gjithdijshëm, ai është i plot fuqishëm, ai jep jetë, ai merr jetë, ai përcakton gjini. I madhi Allah kur ka ekzistu, nuk ka ekzistu asgjë. Po dhe kur do të ekzistoj Allahu, do të zhduket dhe do të asgjësohet çdo gjë. Të qofsh mi fali madhi Allah Gjelashanu që na ke mbulu me të mira. E si kur të fillojmë neve me i numru, asnjani nuk muj me i numru të mirat që na i ke dhuru. Po për të falenderojmë me theks të veçantë këtë ditë gjumaje për imanin e pastër që ke mbjell në gjoksa tonë. Për mendimet të pastërta që ke mbjell në kokat në mendjet tona, të qofsh mi fali madhi Allah që ke instalu në gjoksa tonë dashurin, respektin, sinceritetin, besnikrin, humanizmin, dashamirësin. Të qofsh mi fali madhi Allah që na ke dhënë prind, na ke bërë prind, na ke bërë bashkëshort. Të qofsh mi fali madhi Allah se gjitha janë mirësi prej teje që i dhuron. Përshëndetet selamet qofshin për të dërguarin tani madhi Allah, për të dërguarin e njerëzimit, për njeriu në më paqësor të rruzullit të kësor, për njeriu që gjuha ati kur nuk ofendoj njeri, për njeriu që dorë ati kur nuk ngrit ndaj askujt, për njeriu që ishte dashamirësi më i madh i rruzullit të kësor, për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, të dashurit e mi. Ky është Allahu, ky është Kur'ani, ky është Muhammedi alaihi salatu wasalam, dhe të këtill duhemi me qenë neve muslimanët që po jetojmë në këtë tokë. Të dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, nuk ka qenë dhe nuk është dhe inshallah kur nuk do të jetë dalja ime para jush privilegj. Gjithmonë ka qenë është dhe inshallah do të jetë përgjithësi. Po Hazreti Omeri thoj ke, gjithmonë kur kam pas punë me dy kategori të njerëzve, gjithmonë kam fitu. Gjithmonë, kurse kur kam pas punë me një kategori tjetër, gjithmonë kam humbur. Gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të mençëm, gjithmonë kam fitu. E gjithmonë kur kam pas punë me njerëz jo të nivelit, jo të formum, gjithmonë kam humbur, se kjo kategorie njerëzve nuk e nje gjuhën e argumentit. E kur që para meje, prind, doktor, mësimdhënësa, gazetar, pedagog, punëtor, punëdhënës, e të ngjajshëm profesionet të ndryshme, mua më bëhet ma letë për me dalë para jush për t'i thonë një 2-3 fjalë. Të dashurit e mi, çdo njeri ka nga një sprovë. Dhe asnjani prej neve dhe atyre që po na ndëgjojnë dhe po na shohin nuk janë pas prova. Dhe zatën unë edhe te, sikur të na u kishte dhënë mundësia për me i përzgjedh sprovat, kishmi me i përzgjedh ato të cilat janë më të lehta, cilat janë më lehtë të tejkalueshme, cilave muj me ju bën ballë, cilat nuk shkaktojnë lëndime të mëdha shpirtërore. Ato kishmi bi i përzgjedh. Mirë, po pasi që nuk është e mundur neve me i përzgjedh sprovat, neve duhemi me u vetkënaq me caktimin e Zotit, se thëshin shokët e Resulullahit, atë që e përzgjedh Zoti për mu, është më e mirë se atë që e përzgjedhi unë vetë për vetveten time. Shumë e njeriu sot sprovohet me vonimin e fëmijëve, dhe dëshiron me pas zgjidhje, me pasën e vlat. Dhe i proces, për mos me i humbë shpresat, për me u kthy Zotit, për me thonë një dua në sejdë, Rabbi, la të dherni fardan
wa anta khairul warithin. I madhi Allah, mos më le të vetëm, po jepëm trashëgimtar. Kjo është ajet kuranor që edhe profetët e Zotit Xhaleshanu e kanë bërë këtë dua. Çdo njani sprovohet, po mos e humb shpresat. Mos u ndal në kërkimin e ilaçit në rrugët legjitime. Mirru sa ma shumë me mjek adekuat. Lej njerëzit lafatur, lej njerëzit lafazona, lej njerëzit të cilët punojnë për me trash xhepin. Se i madhi Allah jep evlad, mirë po ka thonë me kërkuan ilaçin, ama te mjeku. Hoxha, po çka t'jep mëre hoxha? Sprovohet çdo njani. Sprovohet me dhurim të vajzave dikush. Subhanallahu e dyta. Dikush kanë për me pas, ky tjetri çan, pse mi ka fal Zoti 3 vajza? Pse mi ka fal Zoti 4 vajza? Edhe mërzitët e kthen ignorancën e 1440 viteve. Para se me orë Resulullahi, kur ja fal ke Zoti dikujna një vajzë, ati ju nëzike fytyra, a ishte i nervozun, a ishte i mlefosur, dhe nuk ju do ke bëlle kjo, mirë po e hap ke grupën dhe e vërës ke për së gjalli. Apo kur thëjke, po e bi gruën ashtë momentin e lindjes, e hap ke një grupë aty dhe filloj ke me lind gruja. Nëse del vajzë, e mbuloj kemi njëherë. Nëse del djallë, e marke, e fshinke, e puthke dhe e pruke të shtëpia. Astaghfirullah. Kjo ignorancë ka ardhe dhe sot. I thua ti urime për hajtë ko vajzë, i që dorën vajzë zdu. E një tjetrin 3 javë ditë s'ka shkun që ko me marë gruën, pse ma ke bo vajzë. E një tjetrin që nuk i pranon urimet për vajzë, o dashurit e me, i madhi Allah i ka lavdrua të prind që kanë vajza. Ka thonë kush i ka 3 vajza, i rriti edukon edhe i marton me nere, edhe nona dhe baba e kanë garantuar xhenetin. Unë ngrita i tjetri ka thonë ja Resulullah i cili ka 2, tha dha i cili ka 2 i rriti edukon dhe i marton me nere, edhe nona dhe baba e kanë garantuar xhenetin. Dikun tjetër tha ja Resulullah, nja, tha dha i cili e ka nja, edhe e ka dëshirën për me pas një vajzë, edhe busqeshte Resulullah i thejke, pak ma herët e vërrashin për zgjalli. Sot po e fitojnë xhenetin për mes vajzave. Dikun tjetër i ka lavdrua ta prind që fëmijën e pare kanë vajzë. I madhi Allah Xhaleshanuhu, ata e ka bë gjysa kësaj dynjaje, ata e ka bë të dashur, ata e ka bë të respektueshme, ata e ka bërë për këtë dynjë dhe për botën tjetër. I fiton begatitë dhe mirësitë e kësaj bote, përmes saj edhe Xhennetul Firdausin për botën tjetër. Edhe nuk po kemi dëshirë me pas vajzë, ha? Sprova tjetër që e ka kaplu shoqërinë. Sprova e shtyrjes së martesës. Nuk po martohen të rritë. Unë e kam shumë ankesa për i prendërve. Po që feni nuk po martohet djali, nuk po martohet vajza. Po më thëtë, ka ku, nuk ja lidhe unë e kam vetë vetës. Martesa është penges, i ri unë e jam, se sa vjet i ki? 40. Kur të mu knoshti, 40, a? Tja keme jetu në 200 vjetë keme jetu në. Ka ku do të thotë për mua ende? Besoni që është qetësimi madh i prindërve, pse djemë dhe vajzat nuk po martohen. Gëzimi i babës dhe i nanës është kur fëmia martohet dhe krijon familje. Pse nuk e plotson këtë kusht që Zoti Xhaleshanu ta ka obliguan, po edhe të njëjtën ku është një qetësi shpirtërore dhe psiqike e jotja, lidhesh ma shumë me familjen, bëhesh edhe ma punëtor, ju përkushtohesh edhe ma shumë kësaj dynjaje edhe familjes, edhe të shtohet dashuria edhe ma shumë për familjen, e mos flasmi kur të fali madhi Allah Xhaleshanu e vlad, ti mundohesh me punu edhe natën, se pak të do këtë dita. Pse nuk e realizon këtë dëshirë vetvetes, po edhe të njëjtën ku edhe prindërve. Njëjtën ku, një problem tjetër që është shfaq për zgjedhja e bashkëshortës apo e bashkëshortit. I madhi Allah i ka dhonën 4 kushte. 4 kushte i ka qitë. Kur ta pyet, çka thot s'po martuna? Për çka? Hoxha jam te lypnja. Sa kushte i ki? 30. Po i lomi Allah nuk e ka thonë. Ka thonë me qenë familjare, me qenë e moralshme, me qenë e bukur, me qenë e pasur. Sytë janë që të 4. Po e para, a është për familjes të mirë? Po, merre.
A është e bukur, pa aja bukuri që të pëlqen ty, jo që i ka pëlqy filonit e filonës. Mirë, pa aja bukuri që i ka pëlqy individit, personit përkatës. Për zgjedhe, thot Zoti në fund, fakhtar dhe të dini, të rëbet jedak, për zgjedhe atë pranarën e fesë, 2 durt kemi pas lumëtura, jeta jote ko me qenë, do thot shumë e lumëtur, nuk e du nga i vend, po thot dikush. Nuk e du pe ati fshatit, nuk e du pe asaj lagje, nuk e du në pe ati qytetit. A i tjetëre apo ja tjetëra thot, nuk e du atë djallë, pse nuk e ndonë, se i kesh 3 vllazni i kesh, e unë jam të lyp nja hasret. E ku më ta gjetat kikere këtyje? Ku me e gjetën? Aj tjetëri, thot unë jam duke e kërku nja dveçant, shka në lagje time nuk ekziston. Këtë veçanta janë, se krejti lumi Allah Gjeleshan i ka kriju me tipare të veçanta, si meshkujt si femnët, por edhe pasi të fejohen, ka kushte, po unë të thash po ty, mirë po unë e du banesën vete, unë e me babën në tane edhe me nanën tane nuk jetaj. Problem, anë i riprotit e babajt. Aja tjetra thot, du me pas kerën personal. Sot tjetra thot, në filan restorantin, du me bo darsmë, nëse nuk ma realizon aty, one nuk martona me tyje. Më falë, qëllimi martesës, është për 4 orë me u knaq? Jo, dashurit e mi, o ju djemë dhe ju vojza, hishni këto kushte, se këto kushte nuk ju prodhojnë stabilitet, lumturi dhe knaqësi. Mirë po, prodhon krejt diçka do të tjetër. Për këtë Allah në odhëzën, leton e halalin, bëhet harami i rënd. Amo kur ta letoni haramin, halali bëhet shumë i rënd. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e pyeti një të ri dhe i tha, a je i martum? Tha jo. Pse tha nuk je i martum? Tha, nuk kam para. Muhammed alaihi salatu wasallam tha, mundesh me asiguru një unaz asaj? Tha po, martohu përmes një unaze duke ja dhuru asaj. Sepse dashuria është më e madhe se sa dhurata. Muhammed a.s. po e pyet dikën, tha je martum? Tha jo. Pse nuk po martohesh? Tha jam i varfër ja Rasulullah. Tha sa din prej Kuranit? Tha filan surën. Tha me atë martohu. Shko mësoja asaj filan surën, i madhi Allah Gjeleshanu ka me ju begatu. Tash kur të fillon vajza apo djali se darsmën duke e kujtu dhuratën, shpijen, dhomën e fjetjes, kun ka me kalu muin e mjaltit, në filan vendin, nuk ja qetë, thotë s'po martu na hiq. Për Zotin e lumë është vendim i gabushëm, apo shkaktari mos knaqësive familjareve, janë borgjët e shumta për darsëm. Dhe djali sa herë që ta shef vajzën, atë bashortën e vetë, minëherë t'i del për para bonka. Minëherë ju kujtohet krediti. Minëherë ju kujtohet bërgjlia. Më falë të dashurit e mi, pse po hynë bërgj? Pse po e ban gjitha të shpenzim? A i ki mundësit për pak, për familjarët, me i drekum, me diçka, me i gëzu, po, me atë ban. Po, qofenet, po thojnë, filoni u martu nuk boni darsëm. Po ty nuk e ki takati, nuk e ki mundësit. Mos i ban veprimet me mundësit e huja. Mirë, po bëni me ato mundësit që i kiti. Të gjitha atyre prindërve, që shqetësohen. Për mos martesën e fëmijëve, neve ju thojmë, të dashur prind, martesa është risk. Martesa është risk. Mos i humb shpresat këtu. Ky risk vjen atëherë kur e ka caktu Zoti. Në atë moment dhe në atë shpi ku e ka caktu Zoti. Nuk vjen atëherë kur don ti dhe ku don ti. Mirë, po vetëm kur ka bo emër Zoti. Për këtë, pajtohuni me këtë. Dhe sigurohuni, kanë thonë ulemaja, si kur ai burri me grun, që po udhtojnë me barkën e tyre në për deti, dhe deti trazohet me valët e tina, frigohet shumë gruja, dhe shiqon burrin, dhe i thot, pse ti nuk frigohesh, nuk shqetësohesh? Burri për me binde morë thikën dhe i tha i gru, a beson se unë e ty të mbës? Tha jo, nuk besoj, ti së mbyt. Tha pse nuk të mbyti? Tha se ti më dënë dhe më vlerëson. E tha mos u frigo, se jemi në dorën e atina i cili na dënë dhe na vlerëson.
Tha dhe në atë moment janë qetësu valët e ditit. Këto valë që i ke të trazume në gjoksin ta në zemrën tënde, pajtohu me caktimin e Zotit, se pas shatë madhin Allah, ko me ardhen, ama ndjeki rrugë legjitime, ato të cilat janë halal. Mirë po, nga njëherë, po janë problem edhe prindërit. Edhe problem po sjellin edhe prindërit, edhe para fejesës, po edhe gjatë fejesës, po edhe gjatë martesës, po ka përzierje dhe ndikime edhe nga prindërit që po prishet jeta e tyre. Të dashur prindër, vajza jote është e jotja, mirë po, aja është martu dhe ka jetë, ka sistem, ka program, ta i burë, leja ato le të veprojnë ashtu, mos ndërhyn, sepse po ja prish vendin dhe po ja prish lumturien vajzës tane dhe ati djali do thot po ja prishën lumturien. Edhe Muhamedi alayhis salatu wasalam ka pas probleme bashkëshortore vallahi. Mirë po i ka zgjidh në formën më të mirë. Sot një problem më i vogël bashkëshortor me një herë ndarje. O xhaveni, shkon më me këta. Kjo s'kish pas bo, e t'ja nisti numru, ka dalë më burë se dhe dje, bajshe ben kryet saj. Vesh i lumi Allah që ma ka sjell këtë risk. Shka o bo sot, pjashon edhe edukator të pjashon. Jo, dashurit e mi, nuk ka problem që nuk ka zgjidhje, po zgjidhje rrugë legjitime. Ky problem i ngjason asaj makinës. Është makina 2018, mirë po njona gumi ju ka prishën. Edhe tash ky shkon edhe e gjun krejt makinën, thot se mu ka prishën. Jo, nuk tu ka prish në rregullat. Vesh gumën shkon ndrrue. Rregulloj e dikon, sa janë shumë e mirë është. Për këtë dashurit e mi, Resulullah ka pas probleme bashkëshortore, mirë po i ka zgjedh në formën më të mirë, vallahi një ditë s'ka mujt me zgjedh një problem. Ka thonë Aishës, e thirrni babën tanë let na zgjedh problem. Thirrni martikan, familjarët e juaj, prindët e juaj, diskutonin mes familje, mos i diskutoni me të tjerë, mos i diskutoni me shoqëri, sa ata nuk ju shiqojnë me synin e prindit, babës edhe nanës. Tha po, erdhe Abu Bekri dhe Resulullahi po i thot, filloi Aisha, tregoja problemin. Aisha tha, jo, tha fillo ti, a mo thuje vesh të vërtetën. Abu Bekri u qum për ta ra, tha si ja kthen tha ti zërin, ja ngrit zërin Resulullahit. Unë ngrit Muhamedi alayhis salam, o Abu Bekr, tha të kemi thirr na më na qetësue, më na bashku, nuk të kemi thirr ty më të rrejen. Me rrejen këtu. E kështu të dashurit e mi, dikush vjen pe jashtit edhe tregon muskuj aty, kurse ti e gjykon me ndjenja prindërore në formën më të mirë se ja vdoj jetën dhe lumturinë atyre. Inshallah Zoti xhaleshanuhu na i qetëson familjar. Inshallah Zoti xhaleshanu u alaton martesën të rive dhe të rejave tona, e inshallah Zoti xhaleshanu u sjell bereqet. Walhamdulillahi rabbil alamin.